forma më e mirë e festës është rituali qytetar i përkrahje të lidhjes demokratike të Kosovës, përkrahje Lumira Dëgjiku të Komunizmit. Apo vazhdojmë me 60 prapë? Nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nderuar anëtarë të kryesisë, shumë të respektuar kandidat të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partive partnere që janë sot këtu prezent, nderuar miq, qytetarë, dashamirë, biznesmen, aktivist të LDK-s, Forum Rinor, Forum i Gruas, Asamblesë, veteran të Lidhjes Demokratike të Kosovës, lejoni që ta veçoj një përshëndetje për Uk Ibrahim Rrugovën. Edhe në emër të saj një falendrim si kryetari i degës historikut qytetit ku ka lindë presidenti Rrugova për kryetarin e tanishëm të LDK-s, kryeministrin e hershëm të Republikës së Kosovës, Dr. Lumira Dëgjiku. Pa dosht me Ukrajicës në kohije, po e vazhdoj me zënën Albin, shpresën, Dr. Ragonin, akademik Kujtim Shalin, profesoreshën Hikmet, kryeministër Huti, komandantën Don Quni, më thonë Besian Adhondër, Qurdur, Besian Mustafa, Armen Zema, Flamur Bityshi, Bieshka, Miku i Marven Gashi, Bajraktari, General Hazrulli, Doktori Ardian, Orta, kënë për harraju lutëm më Skrenori, Sadria, pa mërgjimdorët, lem se qërshin, po du me qitë, miturët, me i falenderu se cilin veç dhe familjet e tyne, e para që po vinë, e po nashojnë, e dyta që po ndajnë dashni, me neve e treta që po që ndojnë kra LDK-s në se cilën ditë sajtë. Si çdo herë, emocion e ndjeni fuqishëm me sa herë që ndroj para qytetarit të komunës së Stukut. E ku ju rastisht kryeministri i hershëm Dr. Lumira Dëgjiku fillon rrugtimin e tij të fitores në Stukun e fitoreve, kam qëtu edhe 60% që s'muj pa përmend. E sigurisht, një Stukun e doktoreshës, shkëmbet besimit, një Stukun e lidhjes, e ku lidhja kthehet gjithmonë në shtëpinë e saj. Me lindjen e atit themeldor të Republikës tonë, presidentit historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rrugovës. Pa protokoll
në formë bashkëbisedimit, LDK-ja nuk e ka faj as një partije politike që ka deficit të aseteve saj edhe aty në që na i përmenin post-mortem edhe aty në që janë gjallë. E për fajin që ata ndjenë për vetës, na nuk mujmë me i penalizu figurat tona e nuk mujmë pa i përmen në fushata, se janë tund, janë themeltarë, janë vlerë, e mi gjitha janë udhërrëfyës në secilin vendim që njerëz të lidhës demokratike morën. Një stokun e pushtetësve si Shaban Monaj, Adil Ferati e Hakir Gova. Një stokun që është themel, që është LDK, një stokun që këto zgjedhje bashkë me krejt LDK në manë numrin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faleminderit. Shpresa juaj është ajo që sigurisht ka udhëhequr mua dhe është pikërisht ajo që po e promovon kryeministri i ardhshëm Dr. Lumir Abdixhi. Ai ka treguar një forcë politike të pjekur, një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe një vizion të qartë dhe një mision drejt ndryshimit që na duhet neve, që i duhet historikut, që i duhet Republikës Kosovës. Sepse ne garojmë për rezultat e jo për zhurmë, e nuk jemi këtu për spektakull, por për shtet funksional, një shtet ku ka stabilitet e jo shtesa, një shtet ku ka ligj e jo pazare, një shtet të lirë, pavarur dhe demokratik, shtetin që presidenti Rugova i la amanet lidhjes demokratike të Kosovës. Dashur qytetarë të komunës së Stogut, me 28 dhjetor, e që është edhe ditëlindja e djalit tim Zonit, zgjidhni shpresën, zgjidhni 1, 2, 3, zgjidhni lidhjen demokratike të Kosovës. E i stog, si zvetën, ju dini, zgjidhni LDK-n deri të mërrijet 60%. Zoti i bekoftë Stogun, Zoti i bekoftë Republikën e Kosovës, Zoti i bekoftë qytetarët e komunës së Stogut. Tamin lejoni që në nderin dhe respektin më të madh edhe falenderimin nderin për ulësi të ftoj pra jush kryeministrin e ardhshëm të Republikës së Kosovës, kryetarin e lidhjes demokratike, Zotin Lumir Abdixhi. Një duhet rëkitje të madhe për kryetarin kampion. Kryetarin kampion të Stogut, Ilir Feratin. Faleminderit Ilir edhe për këtë organizim, faleminderit edhe për fitoren e madhe në Stogun ton me 60%, përmende fort, përmende shpesh sepse është merite juaj edhe qytetarëve të Stogut. Kjo është lidhje demokratike e Kosovës. Po, nderuar qytetar të Stogut, të nderuar bashkëqytetar të Republikës Kosovës, nderuar veprimtare me familjem, Trin e treja, zonja Zotrin, shumë e respektuara zonja Shpresa, kur e zgjedhëm sloganin zgjedh shpresën, thirrë i liri, thash se kom pas bërsh, tha po në shpresën e kom zgjedh atë emën moti.
Është një ndjenjë e veçantë që jemi këtu, por para se të nisë këtë fjalim, lejoni që të bëj dy deklarime publike nga Istoku. I pari të përshëndes në emër të gjithë Lidhjes Demokratike të Kosovës vendimin e Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës, e cila sot ka hequr një padrejtësi të madhe ndaj pensionistëve të Kosovës, cila turpsisht, padrejtësisht, me ligje të një qeverie dembele dhe që s'punon, duhej të paraqiteshin çdo 6 muaj për treguar merre me mend se janë të gjallë apo të vdekur. Kjo ra poshtë dhe ky vendim është vendimi i dinjitetit për pensionistët e Republikës Kosovës. Paçi shnet e jetë për të tjerat, ka kush mendon e punon. Dhe e dyta, të shpreh brengën e madhe me skandalin e madh korruptiv kapas që po na shfaqet rëndëm me popullistat me një grup të WhatsApp-it. Në WhatsApp i ndojnë tenderat, në WhatsApp i bëjnë pozimet militante, tash u pa se në WhatsApp këta po i bëjnë edhe kapjen e ndërmarrjeve publike. Më besoni, kjo është arsyeja pse për një vit e zhagetën, e vonetën bërjen e institucioneve, sepse frikë nuk kanë asgjë tjetër veç të bamat e tyre korruptive në vendin më të varfër në Evropë, Kosovën. Përgjegjësi do të ketë për këtë ju zotohemi unë, ne Lidhja Demokratike e Kosovës, shtet, republik, ligje, do të ketë përfundimisht këtë vend. Dhe sot nuk është rastësi që po nisim fushatën në Istok, është deklarat. Istoku nuk është një komunë e zakonshme e Republikës sonë, është një prej themeleve morale, politike dhe historike të Republikës sonë dhe se këndemi dvet Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është Istoku i Fadilit, Fadil Feratit, është Istoku i Shaban Manajt, është Istoku i Haki Rrugovës, është Istoku i Ibrahim Rrugovës. Istoku është vendi ku ka marrë formë filozofia që bëri të mundur shtetin tonë, vendi ku fjalët qetësi, përmbajtje, maturi nuk ka qenë vetëm thënie fjalë, por ka qenë formë dhe mënyrë e jetesës. Vendi i Rrugovës, i një mendimi politik i cili na udhëheq dhe sot, që sholli e zgjodhi shtetin para vetës, njeriun para pushtetin dhe Kosovën para çdo ambicie personale. Prandaj sot, pas një viti të humbur politik, në krizë të thellë kushtetuese dhe pas 4 viteve tjera të humbura në populizëm, është shumë e natyrshme të dashur qytetar që rrugtimin ton drejt shpresës ta nisim nga Istoku jon, Istoku i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këtu ka nisur gjithçka, këtu do të nisë gjithçka për të ardhmen e Kosovës. Këtu maturia ka qenë gjithmonë më e fortë, më qëndrueshme se sa urrejtja, këtu qetësia ka qenë më e fuqishme se sa zhurma politike, këtu politika gjithmonë është parë si shërbim ndaj adhejot. Istoku e ka mbajtur Kosovën në momentet më të vështira. Sot është koha edhe njëherë të jepni Kosovës shtytjen e domosdoshme që i duhet përpara. T'i ktheni vendit nderin, dinjitetin dhe mbi të gjitha mendimin e drejtë që e meriton atë ynë. Dhe sonte këtu nuk po nisim thjesht fushatën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po nisim një fushatë të re të shpresës, po nisim fushatën e kthimit të Kosovës në normalitet, po nisim fushatën që rikthen shtetit seriozitetin, institucioneve rendin dhe qytetarëve të Kosovës respektin. Dhe nuk është fare lehtë të flasësh për gjendjen e rëndë të vendit sot, nuk është e lehtë sepse kemi të bëjmë me një prej viteve më të terta institucionale të pasluftës, me një prej krizave më të rënda të besimit që nga shpallja e pavarësisë sonë. Sot Kosova është vërtet e lodhur, jo vetëm nga papunësia varfria, jo vetëm nga kriza e vazhdueshme e emigrimi më të rinjve tonë, por është e lodhur nga një politik që i ka zhgënyer pritjet më të mëdha që ky popull i ka pasur ndonjëherë për vendin e vet. Dhe kur populli zhgënjehet, ta dini se shteti bjen. Për herë të parë pas luftës,
Nuk kemi krizë vetëm ekonomike, kemi krizë besimi mes shtetit dhe mes qytetarit, mes institucioneve të vendit, ato që kemi ndruar gjithherë, dhe popullit Kosovës, mes fjalës së dhënë dhe realitetit të ashpërt, përditshëm që familjet tona e gjejnë secilën ditë. Për e të parë, Kosova ka mbetur pa funksionim normal institucional, pa kuvend, pa qeveri. Kushtetuta është shkelur vazhdimisht 48 herë rresht dhe hapur. Kompetencat e njerëzve në institucione janë të kalu, e vendimarrja është paralizuar tërësi. Përplasja me gjykatat e Kosovës, me gjykatën kushtetuese supreme, është bërë normë e zakonshme në një vend që ka ndruar gjithherë të ketë gjykatat dhe institucionet e veta. Qeveria në detyrë apo jo në i thëshin ashtu, ka hyrë në konflikt edhe me partner strategjik, me miqt e Kosovës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, amanetin e lënë nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, duke quar vendin në masa që nuk po hiqen asesi tash e 2 vite. Ky vit i fundit ka qenë vit i frikës, ka qenë vit i përçarjes, ka qenë vit i zhgënimit, dhe ne kemi parë gjithë bashkërisht një qeveri që nuk i sheh njerëzit e vet, qytetarët e Kosovës si të barabartë, por një vetëm tifoz e kundërshtar e armiq. Qytetarët janë ndarë në qytetarë të mirë, që janë me ta, dhe secili tjetër të këqenj e tradhtar, në patriot e të shitur të tanët e të atyre. Kemi parë një gjuhë politike që s'flet asnjëherë me ide, po flet vetëm me fyrje, me sharje e me përçarje, që nuk e trajton as kundërshtarin si rival politik, por si armik të vendit e armik të Kosovës, që nuk flet për zhvillim, por për luftë imagjinare me secilin që mendon ndryshe nga ta. Dhe kështu të dashur qytetarët i Kosovës nuk ndërtohet, nuk bëhet shteti. Kështu nuk rritet ekonomia, kështu nuk mbrohet kushtetuta, kështu nuk ruhet demokracia. Kosova nuk ka pasur periudhë më të rëndë përballuese se këto 4-5 vitet e fundit, sepse çmimet, siç e dini ju, janë rritur, pagat nuk janë mjaftuar, standardi është rënë në secilën familje kosovare dhe në fund çdo vitit, kryesisht para çdo fushate elektorale, do të ndaheshin ndihma sa për të kapërcyer një krizë tjetër, për t'ju marrë më pas atë ndihma me faturat larta të energjisë elektrike. Kjo është mendësia e dikujt që nuk e kupton zhvillimin, teksa ata blejnë paqen me ndonjë asistencë. Kosova jon ka ngecë tash e 5 vite në vendin e njëjtë. Ka ngecën energjetik, ku janë ndjekur gati 1 miliard euro në blerjet energjisë elektrike, ka ngecur në arsim, duke vazhduar të mbajnë fëmijët tonë si të fundit në Evropë, e treshja fundit në gjithë botën. Kemi ngecur në shëndetësi, duke vazhduar të shpenzojmë qindra miliona euro në shërim jashtë Kosovës. Kemi ngecur në ligje drejtësi, ku ligje më nuk vlen njëjtë për të gjithë, sepse këto në Kosovë vazhdojnë të ketë politikan që qëndrojnë mbi ligj, mbi shtet e mbi kushtetutë. Ka ngecur edhe në infrastrukturë rrugore, e cila për 5 vite vazhdon të jetë e njëjtë e pandryshueshme. 12 miliard euro të shpenzuara nga një qeveri, as edhe një projekt i vetëm kapital në 5 vite qeverisje. Kjo është Kosova e sotme e propagandës, me komuna të ndëshkuara politikisht, me partneritet malat të prishur rrënjësisht, me masa ndëshkuese që vazhdojnë që ndrojnë mbi Kosovë, me të rinj që ikin secilën ditë nga vendi i tyre, nga Kosova jonë, dhe me një pasiguri të skajshme, ku besimi i qytetarëve ka rënë poshtë. Ky stagnim, mos e ngatroni, nuk është i rastishëm, është rezultat i një qeverisje që ka vënë propagandën para punës. Është rezultat i një qeverisje që ka vendosur përplasjen para bashkëpunimit, hakmarrjen para vetë shtetit. Është rezultat i një udhëheqje që nuk e ka kuptuar dhe nuk e kupton as sot se shteti drejtohet me plan, me projekte, shteti drejtohet me dashuri e përgjithësi, jo me zhurmë, jo me ndarje, jo me improvizim. Dhe në çdo fshat, çdo lagje, çdo familje ka një ndjenjë zhgënimi të madh nga një politik që premtoi shumë, por dha shumë pak, që u betua për drejtësi,
por solli vetëm për çarje kombëtare. Kjo nuk është Kosova e as Stoku që e kemi ndruar, nuk është Kosova që kemi ndërtuar me përkushtim, nuk është Kosova që kemi lënë amanet e na kanë lënë amanet. Prandaj ju dëgjojmë kur theni se shpresa ka humbur, por ju shohim teksa të shproheni me nivelin e shtetit të cilin e kemi ndruar gjithmonë bashkërisht. Ju dëgjoj qartë, ju dëgjoj zëshëm, por nuk mund ta pranoj dorëzimin si verdikt final. Jam këtu për t'ju ftuar që të bashkoheni me ne, me mua, me listën e shkëlqyeshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të bëhemi bashkë një e t'i japim shpresë Republikës Kosovës, sepse kjo është proja jonë tash. Duhet t'ju ftoj me gjithë zemër, ti besoni Republikës Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës me politikanë të mbar e të mirë e me profesionistë, si këta që i keni sot këtu, e të tjerët që kanë ardhur këtu e si janë këtu, që me gjithë ta, njerëz të mirë shkëlqyeshëm, që udhëheqin me plot dignitet për të ardhmen tuaj, të mbështetni Lidhjen Demokratike të Kosovës, shtëpinë politike tuaj, partinë tuaj, ajo që ka lind nga populli i Kosovës, ajo që ka lind nga Stoku i Ibrahim Rugovës. Dhe më besoni, mos na votoni as për të shkuarën e lavdishme, na mbështetni për të ardhmen që dojmë ta ndërtojmë e që duhet të jetë e lavdishme. Sepse kemi plan konkret, kemi njerëz të shkëlqyeshëm, secili më i mirë se tjetri, po mbi gjitha kemi vullnet, kemi dije, kemi dhe përkushtim në zemër që përfundimisht Kosovën ta bëjmë model zhvillimi. Dhe ky përkushtim të dashur qytetarë të Stokut nis prej gjës më të çmuar që kemi si vend, e që është familja. Ne kemi përgjegjësi si shtet ndaj çdo prindi kosovar që lufton çdo ditë për të bërë të nesërmën fëmijëve të vet, ndaj çdo të riu që kërkon mundësi, ndaj çdo të moshuari që meriton dinjitet, e ndaj çdo familjeve që pret nga shteti jo ndonjë favor lëmosh, por kujdes të vërtet dhe mirëqenie. Dhe ta themi qartë, nuk ka shtet të fortë pa familje të forta. Nuk ka të ardhme pa fëmijë që rriten siguri, në cilësi e në mundësi të barabarta. Prandaj kemi propozuar Ministrinë e Mirëqenies dhe Familjes, jo si një zyre burokratike për shtuar disa karrike të ministrave dhe zëvendësministrave, por si shenjën kryesore për të mbrojtur pasurinë më të madhe që kemi ne, familjen, prindërit, fëmijët. Dhe kështu në këtë drejtim, ne kemi parapar që për çdo fëmijë që lind Kosovën, në Stok, në secilin komunë Kosovës, për vitin e parë, shteti t'u jep prindërve plot 2.400 euro ndihmës për vitin e parë. Është dhuratë jo ndaj përkujdesit fëminor, por është garanci që fëmia që vjen në Kosovë e lindet në Kosovë të ketë vitin e parë të shëndetshëm, të mbarë e të mirë. Nga 200 euro në muaj, secilin muaj, për fëmijën e posa lindur Kosovë është zotimi ynë i parë. Por fëmijët të kujdesin edhe në qerdhe. Prandaj kemi parapar të ndërtojmë dhe 80 qerdhe gjithandej Kosovës dhe i lirë bëhuni gati se do të keni mbështetjen e qeverisë Kosovës që disa prej këtyre qerdheve të ndërtojnë Stokun e ju të bukur dhe përveç kësaj më je lejo të jap lajmin e marr, i Stoku do të jetë komuna e radhës ku mësimi tërditor të bëhet realitet brenda mandatit tonë të parë. Mësimin tërditor që të gjani gjithandej, atë që kemi bërë në Prishtinë ne si LDK, atë që premtojmë të gjithë të tjerët, do ta bëjmë realitet dhe në Stok, do të ndajmë mbi 1 miliard euro për periudhën tonë qeverise që të bëjmë mësimin tërditor realitet në Republikën e Kosovës. Që fëmijët të jenë të ushqyer, të mësuar e të barabartë me gjithë fëmijët tjerë të Bashkimit Evropian. Mbrëm, në prezentimin e programit tonë politik, kemi lënë anash një kategori padarkshme, pra një kategori shumë të rëndësishme të jetës sonë, pensionistët. Dhe më lejoni këtu nga Stoku të jap zotimin e programit tonë politik, zotim i pastër,
para popullit, para vendit, para Zotit. Pensionistët e Kosovës nuk mund të jetojnë në lëmosh. Prandaj, ju zotohemi se brenda 3 viteve, pensioni I pensionistëve do të rritet nga 150 euro në plot 300 euro për secilin pensionist. Më të gjeni mirë, 200 euro vitin e parë, 250 euro vitin e dytë, 300 euro vitin e tretë, ky është zotimi për të gjithë pensionistët e Republikës Kosovës, si zotim qeveritar I Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të keni shëndetin ne për embesa e shtetit le t'u kthen kontributin që e keni merituar gjithherë. Dhe kemi marrë dhe një zotim tjetër, të rrisim pagat për gjithë shërbysit publik në koeficient 150, për koeficientin 150 mund të tingëlloj si një numër I zakonshëm për kthyer shqip I bjen se mësuesi I Kosovës pagën e vet do ta ketë plot 1000 euro në muaj secilin muaj. Pra mësuesi I Kosovës, nga një simbol I shëndresës I viteve 90-ta, bëhet një forcë përparimtare e Republikës Kosovës. Po ashtu, infermierët do të kenë pagë 1000 euro, policët, ushtarët, zjarfikset, pagën bazë do ta kenë 900 euro në vitin e parë të qeverisë sonë. Ky është zotimi ynë, është zotim publik që po jap në çdo të bëjnë në istok, në Kosovë, në çdo qytet. Për të rinin e Kosovës, pasurinë e madhe që kemi sot, u themi se për herë të parë në historinë e Republikës Kosovës, LDK-ja vjen me një program ambicios. Punë e garantuar për secilin të posa diplomuar Republikën e Kosovës për 6 deri në 12 muaj nga 500 euro pagë në muaj. Nuk ka kuptim njeri të kryej fakultetet diplomoj e të përfundoj në rrugë, shteti duhet të asiguroj vendin e parë të punës që të bëj praktik, të marrë dije e të mendoj të bëj familje. Ky është zotimi ynë për të rinjtë e Kosovës dhe jo vetëm aq. 40.000 të rinjtë të tjerë do të trajnohen, do të aftësohen që të kenë paga të dinjiteshme evropiane nisur nga sektori teknologjisë informative deri tek zanatet e thjeshta në mënyrë që rinia jonë, ata që kërkojnë jetë e punë Kosovë, të jetojnë, të rrisin familje, të bëjnë fëmijë këtu në vendin e të parëve tyre në Republikën e Kosovës. Në infrastrukturë, duam t'i përfundojmë të gjitha rrugët e Republikës Kosovës që vazhdojnë të ndërtohen e vonohen e t'jenë vendpunishte tashë sovite. Prandaj prioritet absolut kësaj që I theme ne si autostradë të Dugagjinit, lidhjen e Prishtinës me pej pa asnjë vonesë brenda një viti gjysmë të parë të qeverisjes, lidhjen e Klinës me Gjakov, lidhjen e Prishtinës me Podojev, lidhjen e Prishtinës me Mitrovic e lidhjen e Prishtinës me Gjilan, në mënyrë që brenda një mandati dhe asnjë ditë më shumë e gjithë Kosova të jetë e lidhur ngushtë në një projekt të madh infrastrukturor dhe rrugor. Rrugë do të shtrohen nga lidhja demokratike e Kosovës dhe nga ekipi ynë që e kemi sot. Dhe natyrisht dhe në energji, koha e djegjes së parave, 1 miliard eurove të djegura në rrymë duhet të përfundoj. Republika Kosovës duhet dhe do ndërtoj centralin e ri me gaz dhe atë gaz amerikan. E para që mos të blejmë rrymë, sepse me 1 miliard euro do ndërtonim edhe shkolla, edhe spitale, edhe rrugë, përse kemi bërë asnjërin, sepse I kemi djegur, I kanë djegur popullistët 1 miliard euro import vetëm rrymë. Vetëm vitin e fundit, 250 milion euro para tuaja janë paguar për blerë rrymë nëpërmjet Vuk Hamovicit. Kjo mafi energjetike duhet të marrë fund. LDK-ja e lidh Kosovën me gaz amerikan, që Kosova të jetë gazifikuar, çmimet e energjisë elektrike janë të lira e ne të kemi siguri nacionale në drejtim. Dhe natyrisht, për të bërë një gjë të tillë, unë kam nevojë për mbështetjen tuaj. Kam nevojë se të mbështesni një ekip të shkëlqyeshëm që e keni me vete. Prandaj ju ftoj për një dorë në vitet madhe për të 110 kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë të shkëlqyeshëm. Është ndër dhe krenarit Kipri, është ngrer dhe krenarit punojnë ata bashkë, secili më mirë se tjetri, secili më pak vjet se tjetri, secili më punëtor se tjetri, por veçanti e ftoj Ilirin Anier Kunalt,
që bashkërisht të prezentojmë kandidatët nga dega juj ajo e istokut. Se vërtet e keni shkëlqyer se cili më i mirë se tjetri edhe këtu në stok. Ilir, po e nisim me numërin 79, Besim Mulaj. Me 25 vite përvojë në administratën publike, duke përfaqësuar përkushtim ndershmëri mbi gjithë dije, ekonomisti dhe juristi diplomuar me magjistratura dhe doktoraturë në ekonomi, ai është shembull i punës së ndershme dhe i profesionalizmit. Besim Mulaj mban numrin 79 në listën e Lidhjes Demokratike. Vazhdojmë me numrin 29, Shkëmb Shaban Manaj. Shkëmbin ja u kemi marrë Prishtinë, kemi bërë në kryetar të kryeqytetit, por për vot për ja kthejmë pak një stok, letim lidh dhe votat e istokut dhe të Prishtinës bashkarisht, e këtë herë ta bëjmë deputet kuvendit e Kosovës, siç e meriton ai. Jurist i jashtëzakonshëm, i cili fitoi gjitha betejat me pushtetin në gjykatën kushtetuese dhe me guxim u përball me qeverinë në bllokadat që ja bëri kryeqytetit Kosovës. Shkëmb Manaj, numër 29. Dhe natyrisht me numër 15, një doktoresh të jashtëzakonshme, Serveze Kabashi Muçaj. Profesoresha Serveze Kabashi Muçaj është një nga figurat më të respektuara të mjekësisë dhe arsimit universitar në Kosovë, specialiste e radiologjisë dhe profesoresh e rregullt në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Prishtinës. Doktoresha Serveze Kabashi Muçaj mban numrin 15 në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të jesh në istok e të mos e prezantosh edhe të birin e Ibrahim Rrugovës nuk shkon, prandaj Rrugu Ibrahim Rrugova na bashkëngjet në këtë ekip të istokut. Iliri po ashtu është mik Precimir dhe kë e direnden që du të ftojmë këtu dhe gjithë deputetet tjerë që janë në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe që kanë ardhur me nderu istokun këtu, burra, gra, janë edhe këtu në Alpak për këtë. Ta shihni këtë fotografit më mrekullueshme që po na vjen nga istoku i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Motivohemi për fitoren e madhe. Ja, shkarë. Një, 2, 3. Nga 1 deri në 10 është lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju falenderoj gjithëve. Ju falenderoj për këtë mbështetje të jashtëzakonshme. U pafshim në fitoren e madhe të 28 dhjetorit. J, D, K.